Selamun aleikum musliman. E kena vrejt shpesh, sidomos në namaz taravive, e kena vrejt shumë shpesh që muslimanët që falen mas imamit bin ose qohon para imamit. E kjo është me të vërtet shumë rrezik. Për shembull, imami thot Allahu Akbar edhe vjen ruku. Ky është në ruku. Ky ka ardhur imami i ri sot në këtë xhami, për shembull. Këta bin mas tina në ruku. Këtë kur bjen kë Allahu Akbar bin ruku. Ka shumë prej muslimanëve që hala pa thonë imami Semi Allahu liman hamide, ky plaki këtu u mësu edhe qohet në kam. Por shkak se është mësu nashta me një imam tjetër. Kjo është shumë rrezik. Kjo është jashtëzakonisht shumë rrezik. Por që ata gjithmonë e ngani imamin Semi Allahu liman hamide. Do me thonë, ti mos i kshir lëvizjet e atina që e ki përpara, as atina që e ki prapa, as lëvizjet e imamit, ti ngohe zanën e imamit. Kur thot imami Allahu Akbar, shko mas tina. Kur thot Semi Allahu liman hamide, qau mas tina, jo para tina. Kurse se, për fund për ja u kalzoj një hadith Rasulit alayhi salam, me di që është i çuditshëm, mirë po nuk kam qara për ja u tregu. Thot Rasulullah alayhi salam, a nuk ka frikë në njani për juve, që në qofë se bjen para imamit në ruku, ose në sejdë, ose qohet prej rukus, ose prej sejdës para imamit, me ja shëndru Allahu azza wa jall ftyrën e tina, Allah në rujt në ftyrët gomarit, magarit, ose me dha në formën e gomarit, Allah në rujt. Do me thënë, që rrezikshme është, sa që në qofë se e ban me vedijet plot, e prish saleh. Në qofë se e ban me vedijet plot. Edhe njerë po thamë, ka shumë pleq që mësu me i falë shpejt. Ata i mësu që ashtu, që 50 vjet i falin që ashtu taravit. Edhe ai qohet para imamit. Ai Allah na falët ata dhe neve, po shkak se ai është mësu. Ju trit, kujdes nga në imamin. Mos e kshirni kur kanë prej xhamatit apo bjen apo qohet, po shkak se ju habit, ju nga në zanë në imamit, edhe kena përmend që muslimant nuk bin në ruku ose në sejdje pse imami ka rënë në ruku. Bin ruku kur thot imami Allahu Akbar, do më thënë bin me fjalën Allahu Akbar, levizin me fjalën Allahu Akbar, nuk levizin me levizjet e kërkojna. Elusëm Allahu në azbëgjel me avlecu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.